rikthehemi mbas publicitetit me rubrikën tonë të fundit, jo tamam të fundit. E fundit si rubrikë, se pastaj është shiza mbitor të monologu Erion Kristo. Jemi me akuzën e natyrisht kemi një akuzator i cili... Po, një akuzator, një mik të dashur të studios Bardhazi, ai është një pedagogjist i shkëlqyer, Fiqiriçi Fliku, faleminderit që jeni me ne. Mirë se erdhëm në Bardhazi. Është shqetësuar për diçka, do na e thot vetë se ç'pati, pse u shqetësua, çfarë i ndodhi, pse u mërzit. Në fakt shqetësimet janë të përditshme, por shpesh herë ato e kalojnë atë masën. Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo akuzë? Është në dy pjesë në fakt, nuk po vë një emër sepse emri do dali vetë. Akuza është në lidhje me humbjen e identitetit kombëtar në arsim dhe zbejën e rolit mësuesit si misionar. Po. Por nuk duhet të drejtoj gisht, sepse nëse drejtoj gisht, atëre një është i drejtuar dhe 3 janë nga për të gjetur. Dhe duhet të argumentoj pse. Po e nis me një fakt shumë të thjeshtë. Ditën e djeshme kulmoi Halloween i famshëm. Kishim një javë që na trokisin der. Karamela apo lek. Fëmijë, lyer të ngjyrë. Dhe ajo që më nxiti më shumë dje për të reaguar dhe sot për të ardhur për të akuzuar, ishte një kërkesë, një çerdhëje që i kishte porositur nënat të lyenin fëmijët dhe t'i vishin bukur për t'i çuar në çerdhe. Në çerdhe? Po. Pra do i vishin fëmijët si shejtenër? Si shejtenër, me kunguj e me gjera për t'u zbukuruar në mendjen e tyre për të shkuar në çerdhe. Për festën kombëtare të Halloweenit. Nuk e di se ku do ta shpallim festë kombëtare. Po. Kështu i bie. Për mendimin tim, po festohet në mënyrë më madhështore se festa e flamurit. Për këtë të garantoj. Shtriganët, kaluam ke Halloweeni, një festë e importuar, një metamorfozë Pse ngre kështu në këtë formë akuzën? Kush e ka fajin për bjerrjen e le të themi respektit ndaj figurës të rëndësishme të mësuesit? Se me sa kuptova unë, kjo është akuza juaj. Kush e ka fajin për këtë? E ka fajin shteti, e ka fajin sistemi, po e ka fajin... Të gjithë kanë vendosur një gurë të vogël në këtë strukturë jo solide për ta forcuar rolin e mësuesit. Sot mësuesi është i lodhur, është i frustruar, nuk e gjen veten aty ku duhet, nuk po arrin të luajë atë rolin e misionarit që ka, të ndezi në sytë e fëmijëve. Po çfarë roli ka misionari? Sepse ai me fjalën e vet, me atë prekjen që i bën nxënësit, arrin të ndezit tek ai kurreshtjen. Nuk po arrin të ndezë kurreshtjen. Ndez telefonin. Ndez telefonin, por demokracia dhe qytetari nuk edukohet nëpërmjet klikimit. Edukohet duke folur me ta, duke biseduar me ta, duke... Çfarë bisedash me ata se ja konkretisht? Kemi një mësues në klasë, i thot, fëmijë të dashur, hapini librin faqen 73, ushtrimi me kimi, 2 poçe me ujë, 3 poçe me gjalp. Qa i edukon aje, asnjë gjë? Pikërisht pra, roli mësuesit nuk do të jetë në transmetimin e fakteve. Faktet mund t'i gjesh gjithandej në mënyrë të hapur, nëpërmjet internetit sot është mundësia, inteligjenca artificiale, që mua nuk më shqetëson përdorimi i saj, mua më shqetëson më shumë përdorimi i inteligjencës njerëzore. Kjo është kufizuar. Po zgjerojmë inteligjencën artificiale, por po cënojmë inteligjencën njerëzore. Dhe kjo na cënon në atë pjesën e edukimit qytetarit. Ne nesër nuk kemi qytetar, ne sot vuajmë nga krizat të ditë për ditëshme. Mos ndoshta e ka fajin dhe vetë mësuesi këtu, sepse vetë roli i tij është, le të themi, nuk shikohet siç ka qenë më përpara. Nuk shikohet, sepse këtu roli jo vetëm i mësuesit. Sepse dhe përgatitja e tij në disa mësues lën për të dëshiruar, ja, kam raste konkrete edhe nga fëmia im, që shumë mësues për shembull nuk janë në atë lartësinë që është statura e mësuesit për të dhënë lëndën e duhur. Në 35 vite, thashë dhe më përpara, ne kemi vendosur në gurë të vogël për ta shkatëruar këtë, kemi hedhur në gurë të vogël për ta hedhur në erë sistemin. Dhe në fakt jemi sot duke vojtur pasojat asaj rrugë që kemi ndjekur deri tani. Pra ti mendon se ka vërtet sot që flasim mësues ekselent gjuhë dhe a janë të gjithë të mirë? Ekselent gjuhë, matematike dhe lëndësh të tjera. Por ka edhe mësues që duhen parë dhe për këtë sistemi duhet bëjë një veting të plot të arsimit, duke i dhënë rolin e vet, duke i dhënë rëndësinë e vet, duke e vlerësuar. Si duhet jetë ky veting? Duhet përjashtoj, domethënë nga mësimdhënia ato mësues që nuk e japin dot lëndën që janë ngarkuar për ta dhënë. Çdo individ që nuk e shef si mision, por e shef si profesion, nuk do ta bëjë më këtë punë. Profesion mund të bëjë gjithçka tjetër, hidraulik, elektricist, çfarë doj, por jo mësues, sepse nuk e merr dot rolin e atij filozofit të edukimit.
ati filozofit të përditshmërisë. Shoqëri i dashur, a është problem sot në shoqërinë shqiptare që shqiptarët nuk dinë të flasin shqip? Është problemi i madh. A është problemi i mësuesve? Ky është dështim. Është problemi i shoqërisë, është problemi i shtetit. Dhe kur thash që kemi Po jo, ky ka emër tamam. Ka emër, janë të gjithë faktorët. Ore zotri, çfarë intereson atij privatit që merr një mësues sa për të thënë, sepse lekët i merr po njësoj, dhe atë mësuesin e ka sa për të thënë aty. Dhe fëmijët tanë, dhe fëmia nuk mëson asgjë. Po, dhe fëmijët tanë nuk mësojnë asgjë. Por nuk duhet ja vesh mësuesit gjithë të bashkë. Sepse mësuesi punon, ka shumë mësues që punojnë me shpirt. Nuk më hoj që mund të ketë dhe atë kategori që duhet bërë veting për ta spastruar nga radhët e arsimit, por ama edhe shoqëria duhet jetë vëmendshme me fëmijët e tyre. Nuk i kanë bagazhe që i shkojnë i lënë te kutia me kyçe dhe pastaj dalin qytet për të bërë xhiro për turizëm. Po çfarë duhet bëj një prind ofiqëri tani? Duhet ndjeki punët, ato 1000 punë që ka, apo duhet ndjeki se si shkoj ora gjuhës, ora matematikës? Ta ndjeki dhe të informohet për atë që ecurinë që ka fëmia në shkollë. Po. Jo thjesht ta çojë, ta dorëzojë dhe ta marrë. Nuk është paketë. Të informohet. Po ministria qa bën o zotri i dashur? Qa bën ministria? A i kontrolon këto institucionet private se mirë publiket? A i si kontrolon këto institucionet private në stafet arsimore që marrin, në mënyrën si i përzjedhin, në mënyrën se si realizohet programi mësimor aty brënda? Aktualisht, unë e konstatoj dhe e them e zë, kam thënë edhe brënda strukturave ku kanë qenë sistemi arsimor i kontrollit administrativ. Qalon, është i copëzuar, është një zinxhir i tej zgjatur. Komanda bëhet si telefoni prishur derisa shkon afër shkollës. Dhe u mbet sensin e kontrollit. Roli kontrollit të ministrisë ke institucionet publike është zero. Është i vakët, nuk them është zero. Sa herë shkon inspektori që inspekton institucionet private? Në inspektimit administrativ. Jo në kuadrën e vlerësimit të sistemit se si ecën. Ne çalojmë gjithashtu edhe ke sistemi i vlerësimit të nxënësve. Të këto sistemet e famshme të vlerësimit matur shtetërore, të përimeve kombëtare të arsimit bazë. Sepse, çfarë ndodh me ne? Ne vlerësojmë vetëm rezultatin sasior, notën. Dhe çfarë ndodh? Fillon një marrëveshje e eshtur midis prindrit, mësuesit, të japim, të marrim, bën dhe pazare. Pra jemi sot ne në kushtet e ne në matur shtetërore masim a mori 9, a mori 10. Ne nuk e vlerësojmë nxënësin se çfarë formimi ka marrë, se çfarë certifikatash merr për vullnetarizmin, për marrëdhënien shoqërore në klasë. Pra ajo pjesë që ti thua mision. Misionin nuk e realizojmë. Ne ngelemi tek faktet. Është e sigurt që ne nuk kemi vuajtur nga pjesa e IT-s. Edhe pse nuk kemi pasur që në klasën e parë IT-n. Ne nuk kemi vuajtur nga gjuhët e huaja, edhe pse e kemi pasur të kufizuar. E kemi mësuar shumë shpejt anglishtën, italishtën, frëngjishtën apo gjuhë tjera. Ne vuajmë sot për edukatën. Ne vuajmë sot për mënyrën e komunikimit. Dhe kjo reflektohet në rrugë. Kjo reflektohet në autobus, kjo reflektohet në dyqan, që nuk të hapë rrugën fëmia. Dhe kjo është problemi. Pra është një cikël i gjithë, janë shumë faktorë që kanë ndikuar. Pra ndaj dhe unë nuk thash një emër konkret. Pra ndaj duhet që të ketë një studim të gjithë përfshirës, ku ministria marrë rolin kryesor, ku të ftojnë në tryeza, diskutimesh, ku të marrë masa për të ndryshuar sistemin dhe të vlerësimit dhe të organizimit, duke e zvogëluar dhe të japim mësuesit rolin, duke e zhveshur nga puna administrative. Sot, e dini ju që mësuesit sot nuk kanë kohë vërtet të merren me nxënësin, sepse fillojnë me SMIP-in, kanë shumë aktivitete për të kryer, dhe këto i marrin kohën e marrjes me fëmijën. Atëre, për ta përmbledhur, përballë kamerës. Edhe një herë akuzën. Edhe një herë akuzash përballë kamerës atje. Akuza ime është që të kthejmë identitetin, të forcojmë identitetin kombëtar dhe të japim rolin dhe misionin e nevojshëm mësuesit. Kam edhe një pyetje të fundit fare. Jemi ne në kushtet e një emergjence kombëtare pa diturie dhe mësimnxënie? Çdo ditë që kalon, pasojat do të jenë edhe më të tmerrshme për Shqipërinë. Dhe faji këtu kur ndon? Palën kryesore e ka shteti. Palën kryesore e ka shteti. Okej. Mirë, ne të dy do t'ja lëm Erion Kristos studion, sepse ai do ta mbylli bardazin sonte me monologun e tij, që është infrastruktura morale. Rendi demokratik është rendi i etikës. Etika na mëson të mos e lëndojmë tjetrin, alterum non ledere. Por në shoqërinë tonë, në rast se nuk zbatojmë rregullat e etikës, pak njerëz do sundojnë gjithë të tjerët. Ne kemi harxuar një sasi kolosale parash
për infrastrukturën rrugore, por s'kemi harxuar as një lek për infrastrukturën morale. A kemi ne sot politikanë të pamoralshëm? A kemi pedagog të pamoralshëm? A kemi sipërmarrës të pamoralshëm? A kemi policë të pamoralshëm? Sot çështja e korrupsionit në Shqipëri nuk ka të bëjë me korruptimin, por mbi të gjitha ka të bëjë me korruptimin e shpirtrave. Dhe kur kjo ndodh, i vetmi shpëtim shoqëror është krijimi i një infrastrukture të fuqishme morale. Por si bëhet kjo? Në radhë të parë të kërkojmë zbatimin e rregullave. Në radhë të dytë të ndryshojmë sjelljen tonë. Në radhë të tretë të rrisim dinjitetin tonë njerëzor, sepse më kot e shan yllin polar kur je ti ai që vlerëson më shumë një gomar. Natën e mirë, shihemi javës tjetër.